fakt Sokol, pas më shumë se një orë gjysmë që ka pasur një ngështje, themi, dhe një bllokim të Zazës numër 43 këtu në Kavaj, ku është edhe qendra kryesore, le të themi, edhe ditën e dieshme ku shpërndan materiale zgjedhore, pas rreth një orë gjysmë pra vonese është hapur më në fund edhe janë hapur dyert për të pritur qytetarët cilët do të votojnë në 95 qendra votimi këtu në Kavaj, ndërkohë që shkak thash edhe një herë në fakt edhe ditën e dieshme por edhe sot, edhe për mungesën e materialeve zgjedhore, vonesën, por edhe sot janë bërë komisionerët e Partisë Demokratike, të cilët si duhet janë zgjuar me vonesë dhe gjithashtu kanë ardhur me nxitim për të bërë të mundur dhe hapjen e sporteleve nga 4 që ka pasur, pra që në mëngjes 2 prej cilëve të tjerë cilët ishin paraqitur dhe 2 Partisë Demokratike cilët sapo kanë bërritur me nxitim dhe po presin qytetarët e parë që të votojnë pra pikërisht në këtu në Kavaj. Janë rreth 62.000 qytetarë me të drejtë vote, cilët pritet t'ju drejtohen sot 95 qendrave të votimit në Kavaj, ndërkohë që nga informacionet që ne kemi sa takon edhe Zazës numër 44 në Rogozhin, ku janë 56 qendra votimi, në fakt nuk ka pasur problematika dhe vonesa, por ka pasur një proces të qetë i cili është hapur brenda orarit, sikundër nuk ndodhi këtu në Zazën numër 44 në Kavaj. Po, atëherë lajmi mirë është kemi